لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, besimtari nga mësimet që i ka marrë nga Kur'ani dhe nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetën e tij e bën mbi një parim shumë të rëndësishëm. Mbi parimin se me vështirësitë e shumta vjen edhe lehtësimi dhe me sabër e me sakrificë, me durim vjen edhe fitoria. Lufta mes të vërtetës dhe të pavërtetës është gjithmonë prezente, me njeriun e parë e derisa të jenë edhe njeriu i fundit. Lufta mes të mirës dhe të keqës, mes të vërtetës dhe të pavërtetës, mes të drejtës dhe të padrejtës, ka me ekzistu gjithmonë. Mirë po është ligji Allahu xhalla xhelaluhu që nëse besimtarët i bojnë sabër, edhe sakrifikojnë, edhe durojnë, është ligji Allahut që e vërteta ka me mujt pa vërtetën. Bel naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë në Kur'an, me të vërtetën ne i mshojmë të pavërtetës. Me të vërtetën ne e godasim të pavërtetën dhe ajo as gjësohet. Allahu xhalla xhelaluhu na ka urdhëruar të nderuar vëllezër në Kur'an që besimtarit të qëndrojnë në të vërtetën, të qëndrojnë në të drejtën, të qëndrojnë në idealet e tij, dhe edhe nëse është nevojshme të sakrifikohet për to. Allahu xhalla xhelaluhu thot: ja ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu. O ju që keni besue, kur takoheni me ndonjë forcë armike, qëndroni. Bëhuni të fuqishëm, të fortë, të palëkundshëm dhe të pathyeshëm. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, të nderuar vëllezër, shumë ka përmend prej tregimeve të ndryshme të njerëzve të cilët kanë qëndruar në parimet e tyre, në idealet e tyre, kanë qëndruar në besimin e tyre dhe nuk kanë qenë të palëkundur, të paluhatur, të pathyeshëm në besimin e tyre. Gjitha këto tregime që i ka bë Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, i ka bë që t'ja forcoj zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ballafaqim me të pavërtetën, dhe t'ja forcoj zemrën besimtarve atëherë kur ballafaqohen me të pavërtetat dhe kur është e nevojshme ta mbrojnë të drejtën. Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allahu ka thënë, ne
ti tregojmë ty o Muhammed ngjarjet e mëhershme të pejgamberëve njerëzve të mirë në mënyrë që ta forcojmë zemrën tonë. Në mënyrë që të bëjmë ty e të paluhatshëm. Njëna prej ngjarjeve më interesante që nuk është hera e parë që e përmend në hutbë, por gjithmonë kur bëhet kjo temë, nuk mundemi me anashkalue këtë ngjarje, sepse Allahu e ka përsërit në Kur'an këtë ngjarje disa herë për shkak të rëndësisë së saj. E që është ngjarja magjistarëve të faraonit. E që ata për besimin e tyre, për idealin e tyre sakrifikuan dhe dhanë jetën pas kërcënimeve që ja bani faraoni, pas akuzave që ja bani dhe pas kërcënimit me vdekje. Ata thanë nuk luhatmi nga e vërteta. Na kem besuar Zotin e Musait edhe Harunit, edhe kemi pa mrekullitë Allahu xhelle xhelalu ti gjykon këtë dunjë, faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya. Ka thonë gjykon, i kanë thonë faraonit gjykon këtë dunjë. Ti vetë këtë dunjë kemë gjykuar, ama dikush tjetër në ahiret. Ka thonë na nuk kthehemi, nuk luhatmi nga e vërteta. Kjo është kërkesa e besimtarit që gjithmonë në ballafaqim me të pavërtetën të çndroj, stoik dhe mos luhatet në jetën e tij me sfidat e ndryshme të jetës. Allahu xhelle xhelalu ka treguar një tregim tjetër edhe më interesant. Në Kur'an vetëm ka sinjalizuar për këtë tregim, ndërsa në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në detaje tregimi e kësaj ngjarje që është përmend në Kur'an në suratul Buruj. Që një djalosh i cili e kishte shiju po jetonte në një ambient, në një shoqëri të çthurur, në sundimin e një mbreti zullumçar, i cili aq shumë kishte bërë tërësni ndaj popullit të tij, kishte skllavruar njerëzit, sa që i kishte detyruar që të i thojnë se ajo është Zoti i tyre. Këtë djalosh që Allahu xhelle xhelalu e pajisi me iman, me besim dhe me të vërtetën, po qëndron në ta, por një ditë duke i thirrë njerëzit, një ditë do të bëhet publike, apo një ditë zbulohet besimi i tij dhe arrin deri tek mbreti zullumçar. E thret mbreti në pallatin e tij dhe i tregon djaloshit se unë nuk besoj ty si Zot, unë besoj në Allahun xhelle xhelalu. Mbreti merr vendim që ta mbyt këtë djaloshin. Pas disa tentativave për me mbyt këtë djalosh, nuk ka mundësi ta mbyt. Djaloshi i kthehet dhe i thot, nëse don ti me mbyt mua, është vetëm një mënyrë. Thot, ajo që unë të tregoj ty e që është me mbyt, që ajo ka me funksionu, e tjera të ki kote, e ka mbrojtën e Allahut. Thot, e cila është ajo? Thot, ti të bësh gjithë njerëzit në një shesh, në një hapësirë, në një fushë të madhe, dhe të mlidhësh mua për një trungu të pemës, dhe ta mirë shigjetën dhe ta drejtosh në drejtimin tanë. Mirë po kur gjujsh me shigjet, me thonë me zonin më të lartë në emrin e Zotit të djaloshit. Me zërin më të lartë në emrin e Zotit të djaloshit. Mbreti nuk ka zgjidhje tjetër. Edhe e lidh djaloshin, e merr shigjetën, edhe e drejton ka djaloshin. Edhe me zonin më të lartë thot, në emrin e Zotit të djaloshit. Shigjeta bjen në gjoksin e djaloshit, ky djalosh jap shpirt në atë moment, dhe gjithë masa që ishin prezent kur e ndëgjun këtë thirrje të këtij mbreti që tha në emër të Zotit të djaloshit, tha na besojmë në çat Zotin e djaloshit që ka besuar. Na besojmë në qatë Zotin e djaloshit që ka besue. E mohun do të të hyjnin e këti mbreti. Dhe ndodhi ajo që i dronte shumë këmbret. Ndërsa ndodhi ajo që e kishte dëshirën më të madhe ky djalosh. E që besuan të gjithë, e pastaj këmbret me parinë e tij e hapi një hendek të madh, edhe e dhezi fort atë hendek, e flakroi shumë,
e pastaj gjithë ata besimtarë që besuan i hodhin në këtë hendek. Allahu xhalla xhelalu e përshkruan këtë ngjarje të ndërruar vëllezër në kapitullin Buruj, kutila ashabul ukhdud an-nar dhat al-waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Tha i mallku qofshin ata që të kanë hap hendekun, ata që i dëgjojnë besimtarët për së gjalli, duke qenë dëshmitar dhe u akmerën vetëm pse besonin në Allahun xhalla xhelaluhu. Shembulltyr të fuqishme, model të mirë se si besimtarit qëndrojnë në të vërtetën dhe i pathyeshëm gjithmonë është edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Zotit kur e filloi misionin e tij, ja afruan shumë oferta. Njëna prej tyre i thanë: "O Muhammed, thanë nëse paria me kase po shkon tek Muhamedi dhe për jap ofertën. Thanë nëse je njeri që don mall, na i mbledhni këtë mallin e ton që e kemi dhe të bëjmë ty më të pasurin. Ka thënë nëse don pozitë, ne do të bëjmë parin. Nëse don sundim, na do të jemi në sundimin ton. Nëse je i smut diçka ki nevojë për shërim, na do ta gjejmë mjekun më të mirë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha nuk ju marr për të gjona unë. Ato shka ju po mi afrani nuk kam lidhje me to. Mirë po unë jam pejgamberi Allahut. Unë ju thras juve që ta besoni Zotin. Edhe ju këshilloj juve. Nëse keni fatin që t'jeni me mua, është për juve, për dunja dhe për ahiret. A nëse më refuzoni, atëherë unë e bëj sabër, deri atëherë kur Allahu do të gjykoj mes nesh edhe mes jush, e ta shohim se cili po e merr fitoren. Jo vetëm kaq, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i afruan edhe një ofertë tjetër. Çai than o Muhammed, tha e bojmë një marrëveshje na mes neve. Ti me adhuru e Zotin ton, me neve me adhuru një ditë, e kur t'jen koha me adhuru Zotat ton, hajde dhe ti me neve. Një ditë adhurojmë Zotin ton, e një ditë adhurojmë i ton. Dhe me këtë rast ka zbrit kaptina al-kafirun, kul ja ayu al-kafirun, la a'budu ma ta'budun. Unë nuk e adhuroj atë që ju adhurani, po as ju nuk keni adhuru se asaj që unë e adhuroj. Pra këta të ndëruar dhe këta shembuj na japin neve do thotë një fuqi që me qëndruhe në të vërtetën, sepse e vërteta nuk mposhtet asnjëherë. Ajo vanohet, mirë po gjithmonë nga dhënjen. Çdo besimtar është i bindur se mas vështirësive të shumta ka lehtësime. Mas durimit të madh që e bën vjen fitoria. Ashtu që ne ju kemi gëzuar si popull lirisë tonë, ashtu sot i gëzohemi edhe lirisë së banorëve të Gazës. Ata të cilët do thotë edhe përshëndesin, edhe ndaljen e gjakderdhjes, edhe ndaljen e luftës. Inshallah i lutemi Allahu xhalla xhelalu për një fitore të qëndrueshme. Të nderuar vëllezër, ajo që ka ndodhur atje, e kemi thënë edhe më herët, nuk ka rrallëherë ndodh në historinë e njerëzimit, me pak si gjenocidi edhe kësi shkatërimi masiv. Rrallëherë ndodh me pa në historinë e njerëzimit. Andaj me sakrificën që e patën ata, me durimin që e patën, ata i dhanë mësim të në botës. Këtë bota e lirë, këtë bota e cila e donë liri, u këthyje në përkrahjen e tyre. Pa marë parasysh, a është besimtar apo jo besimtar. Pa marë parasysh ideologjin që e ka. Krejt ishin në përkrahjen e tyre me mundësi që i kishin. Jo vetëm kaq, për sakrifica e tyre, durimi i tyre i dha shembull botës dhe shumë nga njerëzit kanë pranuar Islamin për shkak të sakrificës që kanë pa nga këta njerëz. Dhe këta gjithashtu i dhanë botës një leksion dhe jo vetëm kaq, mirë po edhe agresorin që e kishin me durimin që e patën, me sakrificën që e patën, e ban që këtë bota e lirë me urrejt agresorin. E ban që këtë do thot me mu këthy kundër tyre, dhe këtë do thot me dënue gjenocidin që është bërë. E lusmi Allahun xhallal xhelal që për gjithë popull që e dojnë lirin, e dojnë do thot të ardhmen e tyre, e lusmi Allahun xhallal xhelal që të na forcoj, e të na bëj prej atyre që jetojmë i sigurt në çdo vend, e lusmi Allahun xhallal xhelal
që të zbret mbi ta dhe mbi ne dhe mbi gjithë besimtarët dhe mbi gjithë njerëzimin paqen, sigurinë që njerëzit jetojnë të lirë dhe të jetojnë do thotë në vendet e tyre ashtu qysh edhe kërkohet, ashtu qysh edhe duhet të jetë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah. La ilaha إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.